Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar shikues dhe ndëgjues, jeni në emisionin ton në prag të iftarit. Emision ky i cili realizohet nga Muftinia e Shkupit dhe mund ta ndiqni në valët e Radio Vatit dhe në kanalin zyrtar TV Muftinia në rrjetet sociale. Ky program i përditshëm në atmosferën e bekuar të muajit të Ramazanit synon që të sjellë freskim për zemrat tona me anë të rrëfimeve dhe mësimeve nga jeta e sahabëve dhe personaliteteve të devotshme nga historia islame. Sonte kemi kënaqësinë ta kemi në studio Hoxhën e nderuar Rasim Efendi Ademi, imam dhe hatib në xhamin Karshiaka në Batinc, me të cilin do të bisedojmë rreth sahabiut të nderuar Ali ibn Abi Talibit radhiyallahu ta'ala. Hoxhë nderuar, mirë se na erdhët në emision. Mirë se u gjetëm. Hoxhë nderuar, na tregoni kush ishte Ali ibn Abi Talibi radhiyallahu ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut dhul Xhelal. Atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Selavatet, selamet, përshëndetjet qofshin për Muhammedin alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë besimtarët që e ndjekin dhe do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Fillim shfrytëzoj rastin që gjithë besimtarëve musliman t'ua uroj muajin e Ramazanit, duke lutur Allahun dhul Xhelal që Allahu të na pranoj agjërimin dhe gjitha adhurimet tjera që jemi duke i bë gjatë këtij muaji të madh, muajit të bekuar të Ramazanit. Njëkohësisht falenderojmë dhe Muftininë e Shkupit për këto organizime, për këto programe dhe për ftesën e bërë që edhe neve të jemi pjesë e këtij programi të begat të muajit të Ramazanit, enkas për vëllezërit dhe motrat muslimane që gravitojnë në Muftininë e Shkupit dhe më gjerë. Pyetja juaj se kush ishte Aliu radhiyallahu anhu. Të flasësh për Aliun radhiyallahu anhu, njeriu i cili la gjurmë në historinë islame, njeriu i cili nuk ka qenë njeri i zakonshëm dhe njeri i thjesht, por flasim për një njeri i cili ishte i pari në çdo luftë në kohën e Muhamedit alayhi salam dhe ishte i fundit në ngrënjet e ushqimit. Po flasim për njeri i cili pejgamberi alayhi salam e ka quajtur vëlla. Ku një ditë prej ditëve pejgamberi alayhi salam mori dorën e Aliut dhe tha: "Ki është vëllau im." Aliu radhiyallahu anhu lindi në Mekë, ku sipas disa transmetimeve ka lindur në Qabe. Përveç kësaj, Aliu rrjedh nga familja Banu Hashim, babai i tij ishte Abu Talibi. Që në moshë të re, Muhamedi alayhi salam u rrit në shtëpi të pejgamberit alayhi salam, për shkak se nga skamja dhe fukarallëku që kishte Abu Talibi, xhaxhai i Muhamedit alayhi salam, pejgamberi alayhi salam mori në përkujdesjet e tij dhe Aliu radhiyallahu anhu u rrit në prehër të pejgamberit alayhi salam, u rrit në dashuri dhe ngrohtësinë që ja dhuronte pejgamberi alayhi salam. Dhe tash a thua vallë, si mund të rritet një fëmijë në afërsi të pejgamberit alayhi salam dhe në prehrin e pejgamberit alayhi salam. Prandaj Aliu ishte i dalluar. Aliu radhiyallahu anhu edhe para islamit, edhe pas islamit, Aliu radhiyallahu anhu asnjëherë nuk u përkul para idhujve, por Aliu radhiyallahu anhu Allahu dhul Xhelal e ngriti sepse u rrit në shtëpi të pejgamberit alayhi salatu wassalam. O nderuar, na tregoni si ishte Islami i Aliut radhiyallahu taala. Aliu radhiyallahu anhu që në moshë të re, në moshën 10 vjeçare e pranoi Islamin. Dhe Islami i Aliut ishte islam guzimtar. Imani i Aliut ishte iman guzimtar.
sepse Aliu radiallahu anhu e pranoi Islamin drejt për drejt nga Muhamedi alayhi salam. Ku një natë prej natëve e pa pejgamberin alayhi salam dhe bashortën e tij Khatijën radiallahu anha duke duke ju lut Allahu dhul Gjelal dhe i pyeti, tha çka po bëni ju? Pra ngjalli kurreshtje kjo adhurim. Mendon që adhuron dikant tjetër, ndërsa kjo e gëzoi pejgamberin alayhi salam për shkakun se Aliu ishte i mençur që në fëmijëri dhe pejgamberi alayhi salam i kallzoi se unë jam i dërguar i Allahut dhe unë e adhuroj vetmin Allah dhe në këtë moment e pranoi Islamin Aliu radiallahu anhu. Përveç kësaj, nëse shohim tash atë imanin guximtar, imanin e guximit që kishte pejgamberi alayhi salam para se të bëjë hijret, i kallzoi Ebu Bekrit, e caktoi si shoqërues për në Medinë, ndërsa në shtratin e tij, në shtëpinë e tij e caktoi Aliun. I tha Aliut se ti do qëndrosh në shtëpinë time, do mbulohesh me jorganin edhe do të lësh një birë ku do të shohin mushrikët të mendojnë se unë jam ati. Dhe në këtë rast, Aliu radiallahu anhu, duke e ditur se Ebu Gjehli ka organizuar 40 djemt më të fuqishëm, më të fort të Mekës për ta mbyt, për ta likviduar Muhammedin alayhi salam. Por përsëri Aliu radiallahu anhu as pak nuk u friksua, vetëm e donte shumë dhe donte që të shpëtoj pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe pas gjithë kësaj, kur ata hynën në shtëpi, kur e hekon jorganin, e gjetën në shtratin e pejgamberit alayhi salam, e gjetën Aliun dhe e pyetën ku është pejgamberi. Tha unë nuk e di. Pra kjo kallzon një dashuri të madhe dhe një iman guzimtar të cilin e posedonte Aliu radiallahu anhu dhe sakrifikoi dhe jetën e tij dhe shëndetin e tij vetëm që të jetë do thot i shpëtuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Po ashtu Aliu radiallahu anhu ishte shumë i afërt me pejgamberin alayhi salam. I qëndronte shumë afër, ishte nga njerëzit, thuhet se nga njerëzit më të afërt, për shkakun se e para Aliu radiallahu anhu ishte kusheriri i pejgamberit alayhi salam. E dyta ishte shoku i pejgamberit alayhi salam. E treta u rrit në afërsi dhe u rrit në ngrohtësi dhe në prerjen e pejgamberit alayhi salam. Dhe e fundit Aliu radiallahu anhu ishte dhe dhëndri i pejgamberit alayhi salam, që ishte i martuar me bijen e pejgamberit alayhi salam, me Fatimen, ku Allahu dhul Gjelal e gëzoi me 2 djem, Hasanin dhe Husejnin, që pejgamberi alayhi salam kishte dashuri të madhe. Po ashtu, ai është njohur edhe si porta e dijes nga ulemaja edhe nga sahabët, si porta e dijes, si dera e dijes, dituris, për shkak që ishte rritur në afërsi në shtëpitë e pejgamberit alayhi salam, kishte njohuri të madhe, kishte dituri të madhe dhe shpesh herë sahabët për çështje që i kishin të paqarta shkonin dhe e konsultonin, do thotë Aliun radiallahu anhu. Hoxh i nderuar, na tregoni pak rreth zgjedhjes së Aliut radiallahu ta'ala si halife. Aliu radiallahu anhu ishte halif i 4 i muslimanëve dhe i përgëzuar me xhennet që në këtë botë. Nëse i kthejmë historisë, do të shohim se në luftën e Hajberit që ndodhi mes muslimanëve dhe jahudive, pejgamberi alayhi salam lajmëroi sahabët dhe gjithë ata që ishin ushtrinë muslimane, tha nesër do t'ja jap flamurin një njeriu nga mesi i juaj që e do Allahu, e dua unë, por edhe ai e don Allahun dhe e do të dërguarin e tij. Dhe atë natë gjithë sahabët menduan, tha a thua vallë do t'jem unë,
a thua vallë do të jetë dikush tjetër, a thua vallë do të jetë vllau im. Por të nesërmën pejgamberi alayhi salam para se të nisën për në luftë, pyeti tha, ku është Aliu? I than, Aliu është i sëmur, ka marrë një infektim në sy. Pejgamberi alayhi salam shkoi, ju afrua afër Aliut, mori nga pështime e tij, ja lagi sit, do thotë Aliut radiallahu anhu, dhe ju shëruan. Kjo është një nga mrekullitë që posedonte, do thotë pejgamberi alayhi salam, dhe Aliu radiallahu anhu thotë, nga ai moment që pështimi e pejgamberit ra në syrin tim, unë e shifsha edhe më mirë sa përpara. Dhe ky moment ka qenë kur pejgamberi alayhi salam ja ka dorëzuar flamurin dhe bëri komandant të ushtrisë në luftën e Hajberit në ditën e çlirimit të Hajberit. Për këtë arsye është i përgëzuar për xhenet që në këtë botë. Zgjedhja e Aliut si halife pas vrasjes së Othmanit, filluan ato trazirat të mëdhaja në advent, dhe në këtë rast sahabët me njëherë u drejtuan të Aliu që për ta pranuar postin që tjetë khalifi i katërt i muslimanëve. Mirë po arsye pse u drejtuan të Aliu, e para se Aliu ishte më i drejti, Aliu ishte më i sinqerti, Aliu ishte më i dituri. Por Aliu radiallahu anhu nuk e pranoi, refuzoi. Pra si shumë njerëz sot që vrapojnë pas posteve, lakmojnë pas posteve dhe poziteve, e kundërta Aliu radiallahu anhu refuzoi dhe nuk dashi që të pranoj që të bëhet halif. Mirë po, përsëri kur e pa rrezikun e përçarjeve të mëdha dhe rreziku i madh që i kanosej ummetit islam, Aliu radiallahu anhu pranoi të bëhet halif, por si emanet, jo si privilegj. E pranoi postin. Dhe kur dhe halifati i Aliut radiallahu anhu zgjati dikund 4 vite e 9 muaj. Nderuar, pasi që jemi në fund të emisionit, cili është mesazhi juaj për fund? Mesazhi i jon për fund është që ne si besimtar musliman duhet të kemi model këta burra të mëdhej, këta burra të guximshëm që sakrifikonin jo vetëm pasuritë e tyre, por sakrifikonin edhe familjet e tyre dhe jetën e tyre vetëm që fjala e Allahu Dhul Gjelal të ngritet, vetëm që fjala e Allahu Dhul Gjelal të përhapet. Prandaj lusim Allahun Dhul Gjelal që rinin ton ta udhëzon dhe ta forcon në islam, inshallah, të kemi të ri si Aliu e të kemi të reja si Fatimia. Lusim Allahun Dhul Gjelal që gjitha ibadetet tona Allahu të na e pranon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Allah ju shpërbleft, hoxhë nderuar, për këtë bashkëbisedim të këndshëm dhe elaborim të qartë mbi temën tuaj. Kështu përmbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit, ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Asim Efendi Ademi. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje, Allahu ja pranoft agjerimin dhe të gjitha lutjet. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.